Bismillahirrahmanirrahim. Një person ka ndru jetë dhe ka lënë mamin, babin, bashkëshorten dhe 2 vajza, 1 vlla dhe 3 motra. Si ndahet pasuria pra në Islam kur ka lënë këta pjesëtar? Atëherë, nëse ka lënë i vdekuri pra fëmijë, nona merr për mami, pra merr 1/6 e pasurisë. Babai merr 1/6 dhe ajo që mbetet, sepse nuk ka djem. Bashkëshortja merr 1/8 e pasurisë. Atëherë, kur mblidhet pra 1/6 me 1/8, atëherë emërusi i përbashkët është 24. Nga 24, nëna merr 4 pikë, babai merr 4 pikë dhe nuk mbetet gjë. Bashkëshortja merr 3 pikë, pra merr 1/8, dhe 2 vajzat marrin 2/3 e pasurisë, që i bie 16 pikë. Dhe nuk mbetet gjë për babain, kurse vllai dhe motrat, pra me prezencën e babait, nuk përfitojnë në trashëgimini. Kjo pra ishte ndarja, pra pasuria tani ndahet me numrin 27, sepse 16 plus 3, 19 plus 4, 23, dhe 4, 27. Pra, pse na doli 27? Sepse u shtuan trashëgimtarët dhe jemi të detyruar ta ngrim shifrën në 27. Dhe pasuria llogaritet me 27 dhe nuk llogaritet më me emërusin e përbashkët, sepse na dalin mangut. Pra nuk mund t'ja heqim askujt të drejtën e tij të plot. Pra që secili të dol pjesën e tij pa ju paksuar askujt, dhe sado që t'jetë pasuria pra, do përpjestohet me 27. Sallallahu ala nabiyina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Për më shumë informacione, mund të na shkruani edhe në privat. Allah ju shpëbleft. Selam aleikum.